Në finale kanë shkuar Laerti, Gjesti, Rozana dhe Egli. Për të folur për këtë kam të ftuar në një lidhje Skype ish banorin Big Brother, Indrit Murati. Indrit, shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit juve për ftesën. Indrit, besoj se tani edhe një ditë në ndaj nga finalja, publiku do të ketë vendosur se kush është fituesi i Big Brother VIP Albania. Si jeni par 4 finalistë dhe kush mendoni se do e fitoj Big Brotheri? Po, si që edhe prite kanë qenë ditë qeta, këto si të mos sot, një ditë pra finales gjithmonë është qef Big Brotheri. Po, besoj, si që kam thënë dhe më përpara, finalja do ndahet mes Rozanës e Gjestit, po me mbështet si që po shikojmë në rrjetet sociale, mbas edhe nuk përkthehen të gjithë në vota, por mendoj që fitues do jetë Gjesti këtë vit. Nga 4 finalistët, mendoni se duhet ishte dikush tjetër dhe njëri nga finalistët që është tani duhet ishte në finale? Me patjetër që duhet ishte Gerta në finale. Dhe besoj që duhet ishte edhe para Laertit. Sepse Gerta ka përlojë shumë të fortë intensive në Big Brother. Domethënë çdo ditë ka luajtur çdo ditë. Kështu që mendoj që Gerta meritonte absolutisht finalen. Duhet të flasim pak për ngjarjen që ndodhi të shtunën e kaluar në Big Brother VIP Albania ku Jozi qelloi me shuplak Gjestin. Si e pat këtë incident? Shiko, e kam cekë edhe në rrjetet e mia sociale. Njerëzit kanë tipa të ndryshëm, edhe dikush mban shumë dhe dikush jo. Domethënë veprimi i Jozit erdhi si shkak i akumulimit që kishte me riktimin e tij në shtëpi, por edhe më përpara. Domethënë kur ti shikon që dikush edhe nuk mban, edhe nuk duron deri në atë pikë sa ti përpiqesh ti çosh njerëzit në limite, sepse vetë fakti që është reality show, aty njerëzit janë real dhe nuk shtiren. Dhe ka njerëz edhe në jetë përditshme, në përditshmëri, ka njerëz që nuk i mbajnë shakat aq shumë ose ngacmimet aq shumë edhe nëpërmjet njëri tjetrit dhe nëpërmjet shoqërisë. Për shembull, kemi shok që ja u dim limitet dhe përpiqemi që mos t'ja u kalojmë limitet. Jo sepse do hajmë doj shuplak, sepse mes shoqënisë nuk ndodhin këta gjëra, po që mos thotë një fjalë më shumë ose që mos ketë hatërmbetje. Kështu që mendoj që ishte një akumulim. Absolutisht nuk jam dakord me Gjestin që bëri Jozi, por që pastaj kjo i parapriu një diçka e shumë më të shëmtuar që u bë një lloj gjyqi publik dhe një lloj tentative për përçarje midis Kosovës dhe Shqipërisë, kur dy individ të rritur, moshë madhore dhe të vaksinuar mund të zgjidhin vetë problemet mes tyre dhe nuk ka pse të përfshihet Kosova dhe Shqipëria. Sepse Jozi nuk goditi Kosovën dhe as Shqipëria nuk goditi Kosovën. Jozi goditi Gjestin siç mund të godiste dikë që mund të ishte nga Dibra, nga Kuksi, nga Lushnja, nga Laçi, çfarë lidhje ka. Domethënë nuk ka lidhje se nga ishte Gjesti, lidhje ka se në çfarë lloj limiti provokoi Gjesti dhe që ndodhi ajo që ndodhi. Kështu që besoj që nuk kishte pse të bëj kjo lloj përçarje kaq e madhe. Janë dy individ të rritur që mbajnë vetë mbi shpatullat e tyre përgjegjësitë e veprimeve të tyre. Përgjegjësitë mbi shpatulla Gjesti për provokimet dhe përgjegjësitë mbi shpatulla Jozi për goditjen. Si e patë menaxhimin e situatës që u bë qoftë nga banorët brenda Big Brotherit në momentin e parë ku Jozi goditi Gjestin, po ashtu edhe nga produksioni më vonë? A ishte i duhuri apo ndoshta duhet kishin reaguar pak më shpejt? Po themi parë dhe nga kritikat që është bërë Laertit dhe Rozanës që nuk kanë shkuar që në momentin e parë aty. Shiko, ne nuk duhet presim që një sherr mes meshkujve të reagojnë gratë, them drejtën, më kupton? Laerti është ai që duhet të reagonte sepse ne kur shohim një sherr që bëhet në klub ose në rrugë ose në kafene ose në stadium ose kudo, ndërhyjmë për të nda konfliktin. Kështu që mendoj që qëndrimi i Laertit nuk ishte fare i hishëm, që po rrinte me dur në xhepa dhe po bënte sehir kur thëm që është ajo shpreha duke bë sehir. Nuk më pëlqeu fare veprimi i Laertit. Kështu që kur nuk reagon një burr, çfarë do të presim nga gratë? Pas këtij incidenti, Jozi u shoqërua nga policia, më pas u laj lirë. Por në rrjet
pas një dite qarkulloi një video teksa Jozi këndonte me shokët e tij atë këngën Faqe Kuqe. A u duk si një lloj, po themi, karshilliki që po i bëj gjestit, parë dhe nga reagimet siç e cituat ju që patë ndaj Jozit, ku në fakt kishte një lloj mbi reagimi për gjithë atë incident. Nuk besoj se ka qenë me qëllim të keq, sepse Jozi është një këngëtar, është një artist, kështu që mund të kenë pas në ditëlindje ose mbledhje shoqërie, siç ne shoqëria mbledhet shpesh. Edhe Jozi këngëtar është, bile atë këngë ne kemi kënu shpesh herë edhe brenda në Big Brother. Kështu që besoj që u bë shumë e madhe, domethënë mori një konotacion shumë të gabuar si ngjarje. Dhe ne, domethënë, është e frikshme të lexosh komentet kërcënuese që paraqesin dhunë, domethënë ata që dojnë ta kthejnë dhunën me dhunë janë më keq se sa dhunuesi. Kërcënime nga mod ndryshmet. Ajo është thjesht një lojë, siç e thash më përpara, ata mbajnë përgjegjësi vetë për veprimet e tyre, është një lojë. Ti duhet shprehësh mendimin tënd të lirë, unë duhet shpreh mendimin tim, dhe nuk është sepse shumica e njerëzve është me gjestin dhe ne duhet ta mbrojmë gjestin në çdo lloj veprimi që bë. Unë kam mbrojt gjestin kur ka qenë për të mbrojt dhe kam kritikuar është për të kritikuar. Por kur kritikon gjestin merr një lumë sharjesh dhe një lumë mesazhesh. Kështu që ne nuk duhet të jemi gjithmonë me dikë edhe kur është drejt, edhe kur nuk ka drejt. Kështu që duhet gjykojmë drejt, kur gjesti është për të mbrojt duhet ta mbrojmë. Jo vetëm gjesti, por çdo banor i shtëpisë Big Brother, dhe kur është gabim duhet ta kritikojmë. Prandaj jemi në demokraci dhe shpreha e lirë e mendimit si në rrjetet sociale, si në media, si gjithkund. Indrit, ti ke qenë pjesë e Big Brotherit, a e keni ndjer atë, po themi, presionet ose ngacmimet që banorët e tjerë kanë ndjer prej gjestit? Pra, si e keni pasur këtë lloj raporti? Shiko, gjesti nxorri 3 persona me zarfëzi. Edhe gjesti luante në limit me nervat e njerëzve. Por kjo nuk është mënyra e duhur për të bërë një lojë Big Brother, sepse tipologjia e njerëzve dhe karakteret e njerëzve janë ndryshëm. Mund të ishte edhe më keq se kaq, nuk mund të ishte Jozi, mund të ishte dikush tjetër. Jo të gjithë ta pranojnë autoritetin, jo të gjithë ta pranojnë lojën dhe jo të gjithë ta pranojnë shakan. Kur dikush thotë që mos e bëj një gjë, mos e bëj. Aty filloi të përmenet luaj me familjarët, luaj me gjëra fetare, fillon duke fut edhe fen në për debate, një temë shumë serioze dhe shumë delikate. Kështu që mendoj që shumë banore e kanë ndje atë presionin dhe trysnin deri në limite ndaj gjestit. Ajo është loja e gjestit, jam komplet dakord, është lojtar i fortë, bravo e qoftë, por çdo gjë ka limite, sepse duke qenë njerëz të ndryshëm, karaktere të ndryshme, domethënë kanë qenë 38 banor, janë 38 personazhe të ndryshme që ti ke njoft aty dhe po bashkëto. Ndonjëherë edhe në grupin e ngushtë shoqëror nuk bi dakord për shumë gjëra, ka debate në tavolinë, që ke shumë vite që njihesh me njëri tjetrin. Imagjino me njerëz që ti nuk i njeh edhe është hera parë që ti i shef dhe bashkëto me to. Kështu që besoj që duhet të ketë limite, çdo gjë duhet të ketë limite. A besoni që Loredana do e le pas atë reagimin që bëri Jozi ndaj gjestit në Big Brother dhe mund të ketë një vazhdim të romancës që nisën në Big Brother? Shiko, tani të them drejtën, të flasim drejt pa i mbajt anën askujt, unë kam marrë shumë mesazhe që pse nuk e ke heq Jozin nga follow. Tani nuk kam si ta heq Jozin nga follow, ashtu siç dhe Loredana nuk ka pse ta braktis Jozin, pse Jozi bën një veprim kundra një personi, X personi, kushdo qoftë ai mund ta kishte bë kundra Laertit, mund ta kishte bë kundra Aldos, mund ta kishte bë kundra çdo kujt banor. Për sa kohë individi nuk më prek mua dhe nuk prek mbi interesat e mia, unë nuk kam pse ta hedh në rrugë dikë që nuk më ka bë absolutisht asgjë. Personalisht nuk ka bë absolutisht asgjë. Çka kanë me njëri tjetrin ti zgjidhin, sepse e di pse? Sepse është e njëjta gjë që ndodhi me fjalën që i tha Kopil Shkine, që i kënoi këngën. Dhe unë dola i pari me shpatë në dorë që thash po të jetë Josefin Marku në këtë shtëpi, unë nuk i flas më. Dhe çfarë ndodh? Gjesti e rikthen përsëri Jozin
në shtëpi. Domethënë, unë kritikoj Jozin, i dal kundra Jozit, them që unë nuk flas më me Jozin dhe çfarë ndodh ato dy janë prapë bashkë. Dhe kush deli humburin këtë mes, dal unë që largoj Jozin pas arsye, kur ato bëhen prapë bashkë, siç edhe e kemi parë, duke këndu, duke kërcy, sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Kjo gjë mund ndodhi prapë nesër. Unë mund ta heq Jozin nga follow, mund t'i them Jozit 500 zeza, po nesër Jozi mund bëhet me Gjestin prapë. Gjesti mund t'ja fal, mund të bëhen miq përsëri siç u bën herën e parë. Pse ne duhet të largojmë një person që ka bërë një veprim kundër një personi tjetër dhe s'na ka prek fare, jo vetëm interesa, se nuk është çdo gjë për interes, po ata e kanë mes njëri tjetrit, ça në fund ditës çfarë hyn ne aty, çfarë hyn Loredana, çfarë hyn ose çdo lloj banori tjetër që mund të ketë mik Jozin. Kështu që s'mendoj që Loredana do largohet. Loredana tregoi veten, tregoi qytetarit duke marrë pjesë në dasmën e Gjestit dhe Eglit, sepse ju tregoi që çdo gjë është në kuadër të lojës dhe unë distancohem komplet nga veprimi i Jozit. E vetmja gjë që ne duhet bëjmë është distancohemi nga veprimet dhe mos përkrajmë dhunën. Kjo është ajo që ne duhet bëjmë. Po që të kryqëzojmë Jozin, s'kemi pse kryqëzojmë, nuk kemi ne ata që duhet ta kryqëzojmë. Jozin duhet ta kryqëzojë Gjesti dhe njerëzit e afërt Gjestit për veprimin që ka bërë. Gjesti përfaqëson vetëm Gjestin, asgjë tjetër, dhe Jozi përfaqëson edhe Jozin. Ndonjëherë ne me veprimet tona nuk përfaqësojmë as familjen tonë, sepse familjen tonë mund ta kemi shumë të nderuar, shumë të respektuar, njerëz shumë intelektual, por veprimet tona nuk është se përfaqësojnë pasqyrën e familjes. Është veprimi joni individual, kështu që s'besoj që do ndahen, nuk besoj që do jetë kjo arsyeja, dhe nëse do ndahen dhe nuk do jenë bashkë, nuk besoj që është kjo arsyeja. Nuk e di a keni parë momentin, po themi me vëmendje, të skenës ku Jozi goditi Gjestin, po do të shpjegosh pak atë qëndrimin që bëri Jozi pasi e goditi, që futi dorën në xhep dhe po i fliste nga sipër. Pra, pse e bëri pikërisht atë pra? Ai është një veprim që vjen natyrshëm, besoj, nuk ka ndonjë mesazh si veprim, më kupto? Ai është veprim që vjen natyrshëm, vjen edhe nga sikleti. Një njeriu kur është në siklet, edhe para një interviste pune ose kur je përpara një njeriu që po them i madh, fut dorën në xhep ose prek bluzën ose diçka. Besoj që është veprim instinktiv, nuk është që ka një mesazh të caktuar. Ndoshta mos e ka pasur të idejuar, po themi, këtë hakmarrjen Jozi kur fut për herë të dytë? Shiko, unë kam kontaktuar me Jozin pasi Jozi kishte dalë nga shtëpia dhe unë kam dalë nga shtëpia. Edhe jemi taku dhe jo, nuk e ka pas asgjë të planifikuar, madje është fut shumë mirë, shumë i qetë, siç e kemi pa edhe e rregulloi në një farë mënyrë atë imazhin e keq që kishte krijuar për shkak të fjalës që tha. Domethënë Jozi bëri një rritje akoma më të madhe me rihyrjen Big Brother. Kështu që nuk mendoj që do kishte qenë planifikuar, se po të kishte qenë planifikuar, do i kishte rënë në momentin kur i hodhi kryqin pishin. Po t'ishte planifikuar dhe nuk do kishte prit atë moment. Thjesht mendoj që akumulimi i tepërt ethet e finales, se kush do dilte finalist, e kuptoj, është një trysni shumë e madhe psikologjike, është një trysni, sidomos brenda në shtëpi. Dhe mendoj që thjesht akumulimi i gjatë gjithë qëndrimit në shtëpi, edhe në mënyra që i tha mos hajde të më hapësh derën, pastaj kjo gjë u fry edhe më shumë nga Rozana që po i thonte Gjesti hap vetë derën, mos ja prek derën, edhe momentin që ky ja ka hap, është moment ai, është një qindat e sekondit të veprimi, kështu që nuk mendoj që është e menduar, është veprim që ka ardhur në mënyrë impulsive. Indrit pati një dasëm në Big Brother vetëm pak ditë para finales dhe u martua Egli me Gjestin. Si e keni parë këtë martesë dhe a besoni që mes tyre ka ndjenja? Them këtë edhe nga, po themi, sherret e një dite më pas që lindën mes Eglit dhe Gjestit. Kur Gjesti bëri kërkesë që deklaroi aty që kisha bërë kërkesë për dasëm dhe realizoi një dasëm, mendova që okay, po i vën pikat mbi i, ju ka është mush mendja dhe
i ka sqaruar ndjenjat e veta që ndjen Karshi Eglit dhe madje bëra edhe një status ku thash shpresoj që ti mos ta lëndosh të gocën për herë dytë, sepse hera dytë je ti ai që ju ke ngjit Eglit dhe jo Egli ty. Pas dasmës hequ nazën, i thot që ishte thjesht çdo gjë për show, ndërkohë që vetë Gjesti kishte bërë namin Loredanës për dasmin e saj, duke e quajtur fake dhe duke e quajtur që ishte një dasëm simbolike dhe duke e kritikuar pafund për heqjen e Unazës. Dhe pastaj dola mbrojta prap Eglin, duke thënë që me gjitha gjërat që i ka ndodhur e meritoi Egli fitoren dhe jo Gjesti. Por prap shikoj që Egli nuk mban qendrim nga gjitha gjërat që ju thanë. Shpresoj që kjo gjë të jetë vetëm për lojë nga ana të dyve, sepse të arrish të shkelësh veten për disatën herë kur një njeri të shkel me këmbë për disatën herë, tallet me ty për disatën herë, edhe ti të kthehesh prap, domethënë të shkosh te ai sa herë që ai të thrasi dhe sa herë që ai të ftoj, hajde fle me mua, tani ik, tani hajde, nuk më duket gjë normale, nuk më duket një shembull i mirë për të ndjekur dhe shpresoj vetëm që ta ketë lojë edhe Egli, sepse nuk po dim se këtë mbrojmë dhe me këtë bëhemi palë. Asnjëri nuk ka një qendrim, nuk mban qendrim as 2 orë, as Gjesti, as Egli. Nuk kanë pas qendrim dhe koherencë në mënyrë absolute në atë lojë, që nga dita numër 1 deri në ditën sot ku po flasim. Mbrëmjen e ndjeshme u futën në shtëpinë e Big Brother VIP disa nga moderatorët dhe moderatoret më të njohur të Top Channel. Bëri, po themi, përshtypje një deklaratë që bëri Marin Mema aty. Si e pak të deklaratë dhe ndoshta ishte momenti i dur për ta bërë një lloj, po themi, bashkimi ose një lloj thirrje bashkimi, se duke parë dhe, po themi, këtë lloj komenti, replikat që ishin në rrjetet. Patjetër që ishte momenti i dur dhe duke ardhur nga goja e Marin Memës që njihet për gjëra që ai ka bërë edhe për patriotin që Marini është, ishte një gjë shumë e bukur për të pa dhe shumë e bukur për të dëgju. Gjesi nuk përfaqëson Kosovën, ashtu si Xhozi nuk përfaqëson Shqipërinë. Dhe nuk është godit një deputet i Parlamentit Evropian që përfaqëson Kosovën që të bëjë kaq e madhe. Nuk ishte pse të bëjë kaq e madhe. Këto që përçajnë, unë mendoj dhe kam bindje të plot që janë njerëz të paguar nga individ të cilëve nuk ju le verdis bashkimi kombëtar dhe kjo harmonia që ne kemi mes njëri tjetrit. Është fakti i pakundërshtueshëm që jemi një gjak, kemi një gjuhë, kemi një flamur dhe jemi 2 shtete për shkak të fatkeqësisë dhe jo për shkak të asaj që kemi dash dhe kërkojmë ne. Kështu që mendoj që ishte gjëja më e bukur, jo vetëm brëm, po gjëja më e bukur në gjithë të Big Brother.